Studimet e 5 viteve të fakultetit nuk kanë mundur t'i bëjnë farmacist më shumë se gjysmën e të diplomuarve në këtë fushë. Kjo është vërtetuar pas dhënies së provimit të shtetit. Nga 272 kandidat, vetëm 134 kanë mundur të jenë kalues, duke marrë kështu lejen e të drejtës së ushtrimit të profesionit. Ngelësit, edhe pse kanë një diplomë të marrë nga universitetet private apo publike, nuk mund të punojnë si të tillë, pa marrë notë pozitive në praktik dhe teori. Provimin e shtetit e fituan 134 kandidat ose 49.3% e tyre dhe nuk e fituan 137 kandidat ose 50.7% e tyre. Kalueshmëria është në shifrat nën 50% të universitetet, çka flet për një nivel të ulët të formimit bazë të farmacistëve. Ky rezultat në disa universitete private shkon përtej shifrave normale. Në të gjithë vendin aktualisht janë 2000 profesionistë që ushtrojnë profesionin e farmacistit. Sipas urdhrit të farmacistit, nevojat për farmacist përllogaritur në bazë të popullsisë janë plotësuar, nisur nga rezultatet e provimit të shtetit. Urdhri i farmacistit kërkon forcimin e kritereve për aplikantët që duan të bëhen farmacist në të ardhmen dhe kufizimin e pranimeve për këtë deg nga universitetet private, pasi publiku operon me një kuotë të limituar.